banor. Siç e kuptoni, Toni ndodhet në shtëpinë kapsull. Në këtë pikë të lojës, unë kam vendosur që asnjë kapitull të mos mbyllet pa u peshuar deri në fund. Fati i Tonit nuk është mbyllur ende. Sonte ju vendos përballë një zgjedhjeje që do të lëkund themelet e kësaj shtëpie. Benita, Labi, Ardit. Nga ky moment, vendimi është në duart tuaja. Ju do të vendosni, a do t'i hapet dera e shtëpisë Tonit edhe një herë, apo do të mbyllet përgjithmonë. Por dëgjojeni mirë këtë. Çdo zgjedhje ka një çmim. Nëse vendosni që Toni të rikthehet në shtëpi, nga çmimi i madh, do të hiqen 20.000 euro. Po, Mendoni mirë. unë e po. Apo anë? Unë e kam po për Edi. E ka eliminu publiku. Po. Qysh mi jep 20.000 euro që ka eliminu publiku. Po, Pra jeni të tre unanimisht për po. po. Jeni për po që nga çmimi i madh të zbriten 20.000 euro. Po. Edhe 50.000. Ardit, Për derisa nuk kena vepru sa për dojë që një rakon, për derisa edhe për dojë që njëjtë kena vepru, këti rakon, po pse ju për Tonin, që na ka bo Toni, a bën me Po, ditë. çfarë ka bo Kështu që Toni? po, unë e menoj që po. Definitivisht po.